Vllaznia në basketbol për meshkuj ka arritur që të fitojë 77 me 53 ndaj Teutës në ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Në këtë fitore Shkodranët ngjiten në vendin e dytë në renditjen, duke ndjekur Tiranën që mban kryesimin e kampionatit. Pas fitores me Teutën, trajneri i vllaznisë Jeronim Sarin tha se skuadra e tij ka ende shumë punë për të bërë për të shkuar tek fitimi i titullit kampion. E rëndësishme që e kemi fituar ndeshjen. Shumë gjëra nuk kanë qenë mirë dhe duhet që t'jenë më mirë. Shumë gabime në lojë, por po ashtu edhe gjatë gjuajtjeve të lira dhe humbje të sulmeve të shpejta. Në këto pika duhet që të punojmë. Kam mundur vendin e dytë që është Teuta sepse unë kam ardhur për të qenë i pari këtu në Shqipëri. Definitivisht, skuadra ka filluar që të jetë në formë, por kjo nuk arrihet brenda një nate. Sa më shumë që të kaloj koha, aq më mirë do luajë skuadra. Për këtë kam ardhur këtu, që të fitoj titullin kampion. Rivali më i fortë është Tirana, por do qëndrojmë ndaj tyre dhe do e shohim që javën e ardhshme. Ndeshja e ardhshme e vllaznisë e luan në Shkodër ndaj Tiranës së vendit të parë, një përballje që pritet me interes për vetë rivalitetin që kanë këto dy ekipe. Më pëlqen kur ka tifoz sepse më motivon më shumë. Unë jam nga Kroacia dhe ne jemi tifa të ndjeshëm për tifozët dhe mbështetje. Motivi është më i rëndësishmi dhe publiku ka për të na dhënë një mbështetje të madhe që ta mbyllim me sukses atë ndeshje dhe uroj që të fitojmë ndaj Tiranës javën e ardhshme. Vllaznia në këtë sezon kërkon të jetë kampione e Shqipërisë duke sjellur në Shkodër për të katërtën herë radhazi këtë trofe.